Rritja ekonomike dhe qeverisja në Ballkanin Perëndimor, një rrugë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Kjo ishte tema e një leksioni të hapur në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali, ku e ftuar speciale nga Universiteti i Avardit ishte profesori doktor Albana Shehaj, një akademike shquar nga diaspora shqiptare që solli një perspektivë ndërkombëtare mbi sfidat dhe mundësitë e rajonit. Në panel ishin edhe profesore doktore Zamira Sinaj, deputete Vlorës, ish dekane Fakultetit Ekonomik në Universitetin Ismail Qemali, si dhe profesor doktor Albert Qari, ish rektor dhe ish dekan i Fakultetit Ekonomik, si dhe eksperti ekonomis. Ata kontribuan me analizat të thelluara nga këndvështrime akademike dhe institucionale. Ish rektor i Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, profesor doktor Albert Qari, mbajti një fjalim të gjatë përpara studentëve, por edhe të ftuarve të tjerë, të cilët ishin nga bota ekonomike, specialistë ekonomis, apo edhe institucioneve të tjera. Rajoni ndodhet në një moment kyç të zhvillimit të tij. Ndoshta në kapitullin më vendimtar të rrugës drejt Bashkimit Evropian, drejt konsolidimit ekonomik dhe institucional. Aspiratat për Bashkim Evropian nuk mund të reduktohen në një ushtrim teknik të përmbushjes së kritereve, atyre kritereve formale të antarësimit. Ato kërkojnë mbi të gjitha transformimet thella strukturore në modelin ekonomik që duhet të ndërtojnë, në arkitekturën institucionale të qeverisjes dhe në marrëdhënien midis shtetit dhe qytetarit, midis tregut dhe shoqërisë. Ju jeni gjithë studentë ekonomie dhe sigurisht profesorët tuaj në leksionet dhe në temat që kanë trajtuar, duhet ju kenë përmendur patjetër se përvoja 2 dekadave të fundit ka treguar se rrugët e shkurtra drejt zhvillimit nuk ekzistojnë. Literatura ekonomike së fundi ka identifikuar prej kohësh një fenomen që quhet kurthi i të ardhurave të mesme. Do me thënë, ajo gjendje në cilën një ekonomi, pasi ka njohur një rritje të shpejtë në fazat e para të zhvillimit, ngadalësohet dhe nuk arrin të kalojë nivelin e ekonomive të zhvilluar. Vendet që kanë mundur ta kapërcejnë këtë kurth janë pikërisht ato që përveç politikave makroekonomike kanë investuar njëkohësisht në cilësinë e institucioneve dhe në formimin e kapitalit njerëzor. Akademikja që erdhi nga Universiteti i Avardit, profesore doktore Albana Shehaj, duke mbajtur leksionin e saj përpara studentëve dhe të gjithë të pranishmëve, tha se Shqipëria është një moment kyç në aspektin politik dhe ekonomik. Sipas saj, vendi ynë po përjeton rritje ekonomike. Sot Shqipëria është në një moment historik kyç. Dhe kjo do të thotë që ka një kombinim shumë harmonik, jo vetëm të rritjes së saj, dhe flas për aspektin ekonomik të çështjes, por gjithashtu edhe politikës së saj. Dhe kjo qëndron një pyetje e cila është për diskutim. A është rritur politikisht Shqipëria? A është tranzicioni ekonomik i Shqipërisë në akordancë me performancën politike të Shqipërisë? Po të shohim shifrat tregojnë atë që nuk shihet lehtë, të vërtetën e thjeshtë, dhe ajo është se Shqipëria po përjeton, sikurse e tha dhe profesori dhe kolegu i para meje, po përjeton një rritje ekonomike. Banka Botërore ka parashikuar dhe shifrat tregojnë se rreth 3%, 3.2, 3.5 ndoshta vitin e fundit, rritja ekonomike në nivelin makroekonomik i Shqipërisë është i pamohueshëm. Gjithashtu projekcionet janë pozitive. Rritja do të vazhdojë të rritet gjithmonë në statusin makroekonomik. Por ndërkohësisht çdo të thotë kjo në sistemin mikroekonomik. Kur Shqipëria rritet, ky tranzicion ekonomik, kjo rritja, a përkthehet kjo në rritje gjithashtu të individëve, në rritjen tonë personale, në rritjen tuaj personale, ekonomike dhe profesionale, dhe çdo të thotë ajo për të ardhmen e brezave të ardhshëm shqiptar. Momentalisht janë 3 tranzicione që Shqipëria po përjeton. I pari është ekonomik, i dyti është demografik dhe së fundi është politik dhe institucional. Dhe këto të treja për mendimin tim nuk mund të shihen kurrë të izoluara nga njëra tjetra. Në sensin, kur flasim për një rritje ekonomike, nuk mund ta evitojmë në asnjë mënyrë faktin demografik çfarë po i ndodh Shqipërisë, sikurse edhe performancën institucionale. Diskutimi trajtoi zhvillimin ekonomik dhe qeverisjen si shtylla kyçe drejt integrimit evropian, duke krijuar një hapësirë dialogu mes akademisë, politikbërjes dhe ekspertizës profesionale.